Lidhja Social-Demokrate Maqedonisë ka kërkuar zgjerim urgjent të hetimeve në Koçan ndaj funksionarëve aktual që kanë qenë drejt për drejt përgjegjës ditën e tragjedisë. Përveç kësaj, kërkojnë të jepet fund keqpërdorimit politik të prokurorisë dhe institucioneve. Hetimi për tragjedinë në Koçan është ndëruar në një teatr klasik politik të drejtuar nga VMRO DPMN, në vend që të fokusohet në lëshimet aktuale atë natë tragjike, kur policia nuk reagoi dhe nuk e mbylli objektin dhe lejoi praninë të miturve dhe përdorimin e mjeteve piroteknike. Pushteti kthehet 10 vite pas për të mbrojtur shefat dhe në punësit aktual të institucioneve të tjera që ishin drejt për drejt përgjegjës për ngjarjen. LSDM thot se po hapet një mega proces i fryr artificialisht, ku nuk ndiqen përgjegjësia konkrete, po ndërtohet një narrativ për të treguar vendoshmëri dhe luftë kundër krimit, me qëllim mbulimin e fajtorëve. Me këtë qasje, partia opozitare thekson se dhe vetë procedurat ligjore vijnë në pikpyetje dhe bëhen barë për prokurorin dhe për gjyqësorin.